Nëse e përdorni telefonin sapo hapni syt në mëngjes, urgjent duhet ta dëgjoni këtë lajm. Jeni nga ata njerëz që kapni celularin sapo hapni syt. Nëse kjo është rutina juaj e mëngjesit, mund të mendoni të ndryshoni atë. Gjithmonë e më shumë kërkimet konfirmojnë se kjo nuk është mënyra më e mirë për të nisur ditën. Në fakt, mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Ja pse. Mund të ngarkoheni në fillim të ditës. Në vend që të zgjoheni natyrshëm, kontrolli i lajmeve, emailit ose mediave sociale mund të përmbajë menjëherë informacione të cilat harxojnë energji dhe ndikojnë negativisht tek humori juaj dhe t'ju bëjnë që të nxiteni nga mendimet negative. Sipas Best Life, do të bëhet një zakon i dëmshëm pasi mund të bëjë që të mërziteni dhe të ndikojë negativisht në ciklet tuaja. Mund të çrregullojë gjithashtu ritmin kardiak. Përdorimi i telefonit para gjumit dhe tashmë një zakon i keq dhe e njëjta gjë vlen edhe për shikimin e përmbajtjeve në celular. Ulëntimet e Universitetit të Salzburgut tregojnë se drita e ekranit mund të prish procese natyrore të zgjimit dhe ndikojnë në cilësinë e gjumit tuaj.